5 nxënës të arsimit fillor të shkollës Skënder Libohova në Lushnjë janë vlerësuar me çmimin e parë në Shqipëri në projektin për shpikjet e shekullit të 21. Këta nxënës 11 vjeçar të klasës së 5 arritën të realizojnë një ser lulesh inteligjente. Ata arritën që matjen e temperaturës dhe lagështisë brenda serës ta bëjnë në mënyrë të automatizuar. Për të ndërtuar këtë ser, na është dashur 1 deri në 2 javë dhe ne kemi përdorur microbit, 2 pllaka microbit, 2 relë, 2 bateri edhe ventilatorin dhe sistemin e lagështisë. Shkuam vetë në një serë të vërtet dhe pam gjërat që mungon aty, kështu që i realizuam me anë të teknologjisë. Mat temperaturën e serës dhe nëse temperatura e serës është mbi 40 gradë, atëherë sensori i temperaturës do t'i ftojë microbit dhe microbit i ftoj relën të aktivizojë pompën e ujit që sera do të hitet. Institucioni synon që t'i mësojnë nxënësve të përdorin internetin me qëllime pozitive, duke mësuar anën e mirë të teknologjisë. Teknologjia nuk ka vetëm anë të errta të saj, por ka anë të dobishme. Pra ne duhet të japim nxënësve modelin e duhur në mënyrë që për të përdorur teknologjinë. Në garë për projektet shkollat e shekullit të 21 ishin edhe 10 shkolla nga i gjithë vendi. Organizimi u bë nga Këshilli Britanik, Ministria e Arsimit dhe Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit parauniversitar. Projektet me nxënësit e arsimit fillor synojnë të promovojnë arritjet dhe sukseset e shkollës fituese, në mënyrë që të nxiten edhe nxënës të tjerë.